Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin ditor të datës 12 tetor të 2025. Si ditë e diel është një ditë ku ndryshimet që bëhen në kohra të ndryshme ndikohen në këtë ditë, sepse kemi një trekëndës që bën Mërkuri me Jupiterin, një trekëndës që është mjaft pozitiv, pa u menduar dy herë neve mund të marrim vendime të rëndësishme në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet që neve kemi. Dhe kjo vjen si ndikim mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sado që gjërat janë pak a shumë të lodhshme për punën, për karrierën, për gjërat të kësaj natyre, por nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në lidhje me takimet e punës, në lidhje me disa ndryshime dhe mund të ndikoheni dhe nga një ofertë surprizë. Kjo mund keni, kjo do thotë